Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kriju marrëdhënie me 1000 meshkuj, arrestohet moderatorja e njohur. Moderatorja e njohur Bonnie Blue, emri i vërtet i së cilës është Tia, është arrestuar nga autoritetet indoneziane në ishullin e Balit në ndyshimin për shkelje të ligjeve të rrepta të antipornografisë. 26 vjeçarja u bë kryefjale e mediave botërore pak kohë më parë pas deklaratës së saj të bujshme për një sfidë ku kreu marrëdhënie me rreth 1000 persona brenda 24 orëve. Arrestimi ndodhi të premten pas një bastisjeje në një studio në zonën e Badungut, ku policia sekuestroi kamera, pajisje elektronike, medikamente si Viagra, kostume të ndryshme dhe një furgon që përdorej për turin e saj. Së bashku me të u ndaluan edhe 14 shtetas australian, të cilët më pas u lanë të lirë, ndërsa Bonnie dhe 3 bashkëpunëtorë të tjerë mbetën në hetim. Aktualisht autoritetet i kanë bllokuar pasaportën, ndërsa pritet të zbardhet nëse ajo do të përballet me një proces gjyqësor në Indonezi apo do të deportohet drejt Britanisë.